Atëherë, siç e dëgjuat, është një operacion kompleks që ka nisur që në orët e para të mëngjesit për shkak të informacioneve që janë marrë për një vatër zjarri. Sigurisht strukturat përgjithëse janë të angazhuara të gjitha, përfshi edhe drejtorinë vendore të policisë Fier, Komisariatin e Policisë Mallakastër dhe aktualisht dhe 2 grupe të forcës kombëtare të sigurisë për të siguruar një perimetër sigurie për të gjithë banorët dhe për të asistuar dhe ndihmuar në evakuimin e banorëve që rrezikohen nga përmasat e zjarrit. Paralelisht, strukturat përgjithëse kanë shoqëruar disa persona në komisariat, me të cilët po kryen veprimet e nevojshme hetimore për të grumbulluar të dhëna me interes për hetimin dhe për të sqaruar statusin e tyre në raport me dyshimet e arsyeshme që mund të ketë për një zjarrvënie të qëllimshme. Gjithsesi, ne do jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe përfitoj nga rasti në këtë situatë të rëndë për të bërë një apel për gjithë qytetarët e qarkut Fierit, qoftë me kujdesin që duhet të tregojnë me mjedisin, me zjarret, por edhe me bashkëpunimin që duhet të tregojnë me forcat e policisë për të orientuar dhe për të asistuar në ndihmën e nevojshme për të dokumentuar autorsinë e këtyre zjarreve që cënojnë jo vetëm mjedisin pyjor, por edhe jetët të tyre. Faleminderit.